Përshëndetje, më 31 tetor fatkeqësisht ka ndruar jetë një nga figurat më të shquara të politikës shqiptare, ish kryeministri zoti Fatos Nano. Sot nëpërmjet truprojës së tij zotit Viktor Agolli do të flasim për kujtimet dhe përvojat dhe ndikimin që ai ka lënë pas në këtë histori. Përshëndetje zoti Viktor, mirë se keni ardhur dhe faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, është kënaqësi. Kënaqësia është e imja që t'jap një intervistë për ish liderin historik të Partisë Socialiste, ish kryeministrin zotit Fatos Nano, dhe pikërisht ta jap ke një ambient kaq i bukur, kaq i këndshëm, që është Librari Agolli. Lidhja e Librari Agollit dhe e drejtori Agollit me Fatos Nanon është lidhja më e hershme, është lidhja që drejtori Agolli reformoi partinë e punës, e bëri Parti Socialiste dhe ishte drejtori Agolli, ai që promovoi dhe si të thua saktoi për kryetar të Partisë Socialiste Fatos Nanon dhe nuk i doli keq. Ju keni qenë nga personat më të afërt të zotit Fatos Nano, besoj ikja e tij ju ka trishtuar më shumë pa diskutim. Normal është unë në këto ditë kam dhënë goxha intervista, më kanë marrë mira miqë, shok nga të gjitha anët. Fatos Nano nuk ishte vetëm lideri historik i PS-së dhe kryeministri i Shqipërisë, por unë nuk isha vetëm shoqëruesi personal, se kisha dhe kolegë tjerë, por unë isha dhe miku i Fatos Nano, sepse isha miku sepse ai më zgjodhi vetë, unë isha amator në fillimet e mia si shoqërues të Partisë Socialiste. Më vonë me specializimet, me dëshirën time, me punën time, arrita që të kam nivelet e larta të shoqërimit të personelit të larta shtetërore, që ta dini dhe ju unë kam mbaruar specializim në Egjipt për terrorizëm dhe kështu, dhe shkollën më të mirë që është në botë në Izrael me gjithë grupin e kryeministit Fatos Nano në Izrael për mbrojtjen e personelit të larta shtetërore dhe luftën kundër terrorizmit. Të punoje me Fatos Nano ishte përveç se vështirë, por ishte privilegj i madh. Unë di dhe sepse jeta më ka lidhur edhe me grupet e tjera të kryeministëve pasardhës të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës, nuk e kishim kaq shkollajshme sa që kishim ne punën me Fatos Nano, me kryeministin e ndjerë të Fatos Nano. Si ka qenë të punoje me të? Keni ndonjë moment për të na treguar çfarë ndikimi ka lënë ai tek ju dhe çfarë ndikimi ka lënë tek? Shikoj, unë nuk do të përsërit veten në thash edhe një herë që të punosh me Fatos Nano ishte privilegj, por ishte edhe një punë e vështirë, se Fatos Nano jo vetëm që punonte, dhe ishte një nga kryeministrat që rrallë do i vi, mos më thënë që s'do i vi më, sepse unë jam profet, po është kryeministri më i mirë post-komunist që ka pas Shqipëria, një njeri me inteligjent, njeri që i thoshte shajni kryeministri dhe kryetar në Partisë Socialiste, se nuk do keni, domethënë, pasoja siç kanë këta të tjerë mbrapa, ishte njeri i frymës, ishte njeri i grupimit, ishte njeri që edhe ata që ministra ose antar kabineti ose antar të KPD-s që flisin kundër atij, ai kur nuk i persekutoi, dihet botërisht që asnjë përveç se grupi që u shkëput grupi i Ilir Metës, zënës kryeministër me kryeniz, dhe dihet ku përfundoi me ato aventurat e veta që në të dyshin që ishte në thojse, se unë nuk jam specialist për këtë punë i futur, se e tregoj vetë jeta, po thoj, me Sali Berishën, vetëm si u bën gjithë kundra për ta hequr dhe për ta rrëzuar nga pushteti. Nano, si inteligjencë, si intelektuali më i madh që mund të ketë pas ndonjëherë mas 90-s, e kuptoi këtë kur dhe Vlladoreqen dhe nuk erdhi si këta të tjerë më në politikë. Nuk mori koltuk për vete, mori koltuk për popullin. Ishte njeriu që të paktën unë nga mira mesazhe dhe nga mira gjëra që po shoh sot, edhe që po dëgjoj, ishte një nga kryeministrat që erdhi për të bërë shtet në një shtet shkatruar. Ishte kryeministri që e mori Shqipërinë e mori në luftë, e nxori nga lufta civile dhe e bëri shtet. E mori pa karrige, pa tavolina mos në të shtatës dhe e bëri shtet. Sepse Fatos Nano ka qenë Partia Socialiste ka qenë 3 herë fituese dhe Fatos Nano nga ato 3 herë fituese që bie 12, vetëm ti kapish gjitha, ka qenë gjithë ke 4 vjet e 8 muaj kryeministër. Asnjëherë plot.
sepse promovoi Ilir Metën, Pandeli Majkën kryeministri nga 24 vjeç dhe dihet pastaj historia e Partisë Socialiste. Si përballonte ai këto sfida? Si mendoni ju që i përballonte ai këto sfida që hasti gjatë rrugës së tij në politikë? Vetëm me kuraje, me inteligjencë dhe ka qenë vetë se i vetmi. Sepse ndoshta ju s'kishit lidhur atë se edhe shpresoj të bëheni një gazetare me zë, siç kanë dhënë. Fatostano KPD fashme e dhjetorit 2001 i kishte krejt, mos më them, po 70% të KPD-s, këshillit drejtues, i kishte kundra, 30 i kishte po, vetëm se militantët antarë të Partisë Socialiste, gjithë e rikthyen në Fatostano prapë kryetar Partisë Socialiste, se dihet që në 98 u bë gara midis Pandeli Majkës për kryetar Partisë dhe Fatostanos, dhe Fatostano me gjithë pisliqet e gjithë mrena Partisë Socialiste, se dhe Partia Socialiste ka pasi PD-ja ato përçarjet e veta, fitoi me 38 vota. I kalonte me sportivitet, normal që me vujtje të mëdha sepse një njeri kundra të gjithëve, por gjithsesi ai gjithmonë ishte fitimtar. Vetëm se ishte fitimtar në gjithë betejat që ndërmori në jetë, vetëm se gjën më të madhe dhe gjën që nuk fitoi kurrë ishte betejë me jetën. Çfarë mendoni ju që ai në momentin që ul nga posti i tij si kryeministër la diçka në gjysmë që kryeministrat e ardhshëm nuk arritën dot ta realizonin atë? Atëherë në kohën e Fatostanos, se gjithë thonë rrugë e kombit e bëri ky e bëri. Në kohën e Fatostanos, rrugën e kombit dhe unë kam dhe foto me atë, e ka inauguru fillimin e punimeve në Rubik, Fatos Nano, dhe ministër i punëve dhe atë që ishte ministri i ndërtimit ka qenë Spartak Poçi. Ka dhe foto, ka dhe kështu, edhe filloi punimet e rrugës kombit, bashkimi i dy shteteve, po që quhet një komb, Shqipëri-Kosovë. Edhe në 98 luftën në Kosovë, ishte Fatosnano që u takuan në Zvicër me sekretarin e Shtetit Amerikan, dhe që morën vendimin që Kosova duhet shliruar dhe Kosova duhet shliruar nga Shqipëria dhe ne kemi çuar me tonelata armë. Dhe pastaj dihet me ndryrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO-s, u sulmua dhe është Kosova sot e pavarur, etnike dhe edhe më vjen keq që ata që i udhëheqin sot Kosovën, po kjo nuk është pjesa e kësaj vizë se jemi për tjetër gjë, nuk ditën ta çojnë për zihen siç e kemi në Shqiptar. Sipas jush, si do kishte qenë Shqipëria nëse do udhëhiqej deri më sot nga zoti Fatosnano? Një gjë duhet të dinë gjithë shqiptarët, unë që kam qenë në për gjithë takimet, pothuajse në ndërkombëtare jashtë shtetit, jo në Selanik, në qershor, për takimin e kryeministrave të Evropës Juglindore, ku ka qenë kryeminist italian atëherë ishte Prodi, Romano Prodi, apo dhe në tetor në Nëndor, mos gabohem, fundi tetor në Nëndor, në po të 2003 në Varshavë, ku kanë qenë po kryeministrat e Evropës Juglindore dhe ishte Berlusconi, një gjitha nga ato që ishte mik personal me Fatosnano. Fatosnano e ka thënë hapur dhe Shqipëria dhe po dalin po realizohen Shqipëria do pranohet. E ka thënë në 2003, Shqipëria do pranohet në Evropë rreth viteve 2030. Aq larg pamësi. Kam bindje që po të ishte Fatosnano, që nuk udhëheqi asnjëherë vetëm kryeministër, me gjithë ato 3 mandate që fitoi, Shqipëria do ishte akoma shumë e bekase sa është. Çfarë do kishte ndryshe nga tani? Ndonjë gjë specifike ose në Po do më them çfarë do kishte. Për shembull, se gjithë këto NATO-n ja dedikojnë sigur e futi Sali Berisha. Sali Berisha vetëm në shkoj, por NATO në Bruksel kam qenë vetë pjesë e delegacionit, e ka hapur rrugën për NATO Fatos Tanastana. Do ndryshon dhe për mua që mos jam profet dhe s'jam magjistrat që të them çfarë. Por them që në politikën ndërkombëtare është aty ose një shkallë më lart se Tirana. Një shkallë më lart. Çfarë? Është një shkallë më lart, atë ta shpjegoj. Aty ose një shkallë më lart, sepse edhe Rama në marrëdhënie ndërkombëtare është absolute, ka ngritur Shqipërinë aty ku duhet, po sepse përveç se ishte intelektual dhe një njeri me vizion lart, Fatosnano ishte një njeri që ishte 7 gjuhë tuaja, po kur them 7 gjuhë tuaja, 7 gjuhë tuaja të fliste si që flet një huaj, si që flet një francez, apo italian, apo një grek, apo turk, apo një Bosnjë Hercegovina, apo
kroatisht o serbisht, greqisht, nuk e di. Ka shumë episode me Fatosnanën, po të rrish flasë për Fatosnanën, si i thonë se ne jemi shqiptarë, gjithë edhe djali kameramanit e ti dhe unë, duhet i dim një tërë të ulesh e të thuash historitë e Fatosnanës. Si që dim të gjitha i ka qenë edhe në një pra i burgosur, le të themi, mbase padrejtësisht për një periudhë kohore. Duke qenë si një person i afërt me të, kurioziteti është si ka përballuar ai këto, domethënë. Shiko, Fatosnano ka qenë kryeminist në 91-shin për pak muaj, se pastaj u bën zgjedhjet për gjatë 5-6 muaj. Dhe kur erdhën ndihmat italiane në Shqipëri dhe ndihmat italiane sa mori në 22 mars 92-shit, fitoi Partia Demokratike thellë. Në mars, në qershor, u bën në zgjedhjet lokale. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës këtu ka qenë Rajsoni. Dhe Nano, për sa i bie, nga marsi për 4-5 muaj, fitoi mbi 50% të zgjedhjeve të pushtetit lokal. Dhe kjo është bindje absolute, jo se them unë dhe shpjegun. Rajson ishte ambasadori amerikan atë që dihet çfarë roli luajti ai për përmirësimin e sistemit komunist. I tha futeni mren Berishës se do të marrë pushtetin, edhe pushtetin qendror përveç lokal. Dhe ju sa juaj kjo për që vjedhje shpërdorim detyre për ndihmat italiane. Dhe u dënua me 12 vjet burg, por nuk i bëri dot sepse do i kishte bërë 12 se sa ishte Sali Berisha nuk dilte nga burgu, por siç e dinë gjithë shqiptarët, edhe ju e keni dëgjuar, plasin lufta civile në të shtatës, dhe Fatosnano u lirua, po u lirua i fundit, nuk ka dalë nga burgu, pa lejen e autoriteteve, se qyshe praktisje, ikë nga burgu me dhunë. Megjithëse Berisha ishte marsi atëherë 13 mars, ka dalë nga burgu dhe ka shkuar ke një kolegu janë shoqërues që ka pas prindit në Spillej, Durrësit, dhe ka nejtë nga data 13 deri në 16. Astrid Mërtiri ke familja, edhe i bodyguard si puna ime, njeri i nderuar, familje e nderuar. Dhe Fatosnano fitoi pavajtësinë, por nuk e fitoi me drejtësi shqiptare, që ishte për tokë. Dhe akoma vazhdon të jetë për tokë. 30% nga ndryshuar, 70% është po ajo që ka qenë. Fatosnano fitoi lirinë dhe pavajtësinë nga gjykatat italiane. Dhe dhe shërbimi edhe Sali Berisha, me lekët tonë. Ai që më idola jashteme, si e përballoi, po, ai ishte i përgatitur që do fuste në burg. Ai bëte çdo ditë stërvitje në shtëpi. Më lejoni ta them edhe për ju dhe për publikun, por nuk ishte, ai dilte vetëm me pantallona të shkurtra dhe pjesën tjetër lashe mjes me ujë të ftohtë. Një përgatitje për burg, domethënë, se e ditë që po i vite ditë. Akmarrje politike. Është i vetmi çat gjoj unë, çat gjoni ju që jeni gazetar të reja. Që jo Saliani, jo XY, i burgosur politik mas komunizmit është Fatos Sanasnana, s'ka tjetër, roje. Çfarë vlerash ka lënë zoti Fatosnano që do vazhdojnë të ndiqen ndoshta edhe sot e kësaj dite, edhe pse ai nuk do jetë më në jetë? Vlerat janë, s'mundi numëroj dot nga shumë, po duke që vlerat e Fatosnanos janë ajo vazhdimësia që ka lënë Nano dhe Partia Socialiste po ecën dhe po fiton nga zgjedhjet e zgjedhjeve. Vlerat e Fatosnanos janë ato që dikush sot apo jo thoi pa prerje jo uzim në Ram, është ajo që Fatosnano ishte aq mendje mpret që për të vënë një kryeminist ose një kryetar partie për të përballuar Sali Berishën ishte vetëm e drama. E kjo ishte largpamësia e Fatosnanos për të përcaktuar dhe leadershimin masi i kuvet. Ju thatë në fillim të intervistës që ai ka qenë një person, si në politikë dhe jashtë saj, një person shumë i mirë, le të themi. A ndryshoi kjo me kalimin e viteve, mendimet e tij, pikpamjet, domethënë duke qenë se ju keni qenë një person i afërt dhe disi mund t'ia dini edhe ato. Shiko, unë duhet të them vetëm Fatosnano nuk ka punu i qetë ke Partia Socialiste. Po thuaj se gjithë grupin, siç e thash përpara, po dhe nën ku ishte burg të gjithë të katër kryetarët, siç e thash në brenda në intervistë, po që si intereson kjo të intereson intervista jote, Fatosnano i ka pas të katër kryetarët e Partisë Socialiste kundër. Ja tha dhe këtë fakt ja tha se raportoshin kjo, ja tha dhe Sali Berisha kur u takuan mas 15 vjetësh që u bëjo takimi i famshëm ke klani Rama, ai Nano Berisha në
Mos 15 vjetësh në ballavaçim ke me Fevzia. Janë gjëra që Së fundmi, për çfarë do mbahet mend zoti Fatosnano? Fatosnano do mbahet mend për shumë gjëra, po një nga gjërat më të mëdha që mund të them ose më të pjevërse është inteligjenca, bashkëpunimi dhe njeri jo akmarrës. Se në qoftë se do të tregoj një episod që se kam treguar kur, po ta tregoj ti me që e gazetë. Kur doli nga burgu, Fatosnano dihet që u bë kryeminist, në 2001 i pati edhe divorcin me bashkëshortën, ish bashkëshortën Regjinë, që pastaj jetoi me derisa ndroi jetë me Gjoanën. Fatosnano shkoi ke babai vet, një djali Thanas Nano, dhe unë kam qenë shoqërues personal. Fut këtë derë dhe që Thanasi, drejtori i televizionit shqiptar në kohën e Verozit, njëri korrekt, njëri familje e shkëlqyer ata, nënë e babë, intelektual. Edhe unë e dëgjosha nga se këtë dera, i thosh or Fatos, çfarë do bësh me Sali Berishën? Futem burg më se të shkatroj familjen, të shkatroj politikën, të Bushku i thoshte, ai edhe ne ashtu i thrisë, o Bush i thoshte, nuk mund të bëj unë akmarrit, të fus Sali Berishën e ta bëj hero me durrët e mia. Kështu që kjo ishte vlera më e madhe atij që nuk ishte akmarrës. Mos harro se Fatosnano si shkatron familjen, deshi drogun vajzën, kur ishte në gjimnazi, kur ishte vjeçare, i kam bërë të 99, por ai me pjekurinë e vet, me inteligjencën e vet, me zgjuarsinë e vet, i përballoi gjithë i vetëm. Edhe në parti i vetëm, edhe gjithë kundërshtarët gjitha ne. Dhe partinë e majti nuk e përqau me përjashtim të 2003-2004, kur revanshisti, njeriu më i keq që ka pasur në Partisë Ilir Meta, i bëri puçin sociale u bashku me Berishën dhe hoqën nga pushteti, e hoqën nga politika. Hakmarrja është një pikë që ju po e përmendi në fakt dhe sidomos në politikë ndodh rëndom. Mendoni që po ta kishte përdorur edhe zoti Fatosnano këtë pjesën e hakmarrjes, mund të kishte ndryshuar diçka në postin e tij apo? Jo, nuk më merr mendje se Fatosnano ishte i tillë siç ta thash edhe një herë. Dhe këtu do të përmend një shkrim që lexova sot edhe që jam dhe burrë dhe lot nga dalë Samira Pino. Ish shef e kabinetit Fatosnanos, deputete dhe ish kryetare e Grosë Socialiste, që është 3 ditë më e madhe se Fatosnano, kanë lindur të 2 përherë në maternitet edhe nena e Fatosit edhe nena e Samir dhe thoshte Fatosnano kur nuk do bëhet njëri keq, vetëm se sot le të higi atje ku do higi dhe të luftoj atje do ketë paqe dhe s'do ketë më klon cirku, sepse politikën ai e përdori me lloj-lloj mënyrash për të shërbyer komit vet, atëdheut vet dhe për të luftuar edhe klonët e gjallë. Kurse atje do rishi qet, do një goxha fjalim edhe unë u preka goxha sepse ajo dhe në shkollë dhe në bankë dhe gjimnaz dhe në universitet të dy bashkë, Fatosnano ka qenë gjeni. Fatosnano ta thash dhe para se të fillonin, ka qenë një 100 klasë parë derisa mbaroi universitetin me 10 student ekselent. Atëherë s'kishte ekselent në Shqipëri se ishte komunizëm, po një student i papam. Vlerat atij dia. Dhe për ta përmbyllur si intervistë, keni diçka për të thënë për të? I shpej ngushëllimet e mia motrave, 3 motra që ka Fatosi, ish bashkëshortës Regjinës, djalit Sokolit, vajzës Edës, bashkëshortës aktuale Gjoanës dhe djalit të Gjoanës që e birësoi Fatosi, Klajdi. Lam të mirë, shef dhe kryeministi më gjigant që ka pas Shqipëria. Zoti Viktor, shumë faleminderit për kohën tuaj. Edhe ne i shprehim ngushëllime familjarëve të tij. Kjo ishte intervista që ne kishim përgatitur. Dhe ju falenderoj shumë për kohën. Bashkë do të shihemi me tema të tjera. Faleminderit. Ishte kënaqësi që unë kam dhënë shumë intervista nga koha që nuk jam
aktiv në punë, sepse unë edhe vazhdova aktivitetin në oficer policie dhe kuria nga na. Megjithëse 8 vjet u akmor Berisha me hoqi nga puna, la rrugë, unë kisha 3 vajza studente dhe bashkëshorten që nuk jeton më, se isha me kancer, në udhën rrugë të madhe, megjithatë Fatosmano nuk do ta bëte kurrë atë që bërë në mua, po. Kjo është jeta. Edhe në 2013 pastaj isha oficer shefi i kufirit në Durrës. E kam taku për herë të fundit në 2019 në Fatosmano, kur ishte tërmeti në Durrës, se di, jo, pandemia. Edhe që atëherë pastaj kontaktet me atë i kam pasur nëpërmjet të tjerëve, sepse ai filloi që atëherë të binte nga ana shëndetësore. Edhe që e kena mbyll për tani për muhabet ose për le të vazhdoj, ishte kënaqësi që një intervistë për një burr kaq të madh të Shqipërisë, post-komuniste, edhe është me Juanisa dhe i uroj të bëni një gazetare e profilit lartë, siç kanë qenë ato që filluan në 90-ën e mrapa, që janë me goxha emra të mëdhenj, edhe unë i kam mik i eroj misit që atëherë. Shpresoj që mos jetë intervistë e fundit. Dhe shpresoj që edhe ju të jeni t'ju shoh sa më shpejt në një studio televizive, po do m'pëlqente ke reporterëja. Shumë faleminderit për fjalët, vlerësimin, edhe më rëndësishme shumë faleminderit për kohën. Ja, ishte kënaqësi dhe erdha. Erdha, të premtova, erdha dhe erdha. Falenderoj shumë. Edhe unë, ishte kënaqësi.